Rruga nacionale Skuraj Burel, pothuajse në të gjithë gjatësinë e saj shënon mungesë të theksuar të sinjalistikës rrugore, e cila po kthehet në burim të sigurt aksidentesh, sidomos për ata drejtues, të cilët nuk e njohin rrugën në këtë zonë. Kjo situatë prekosh vazhdon të jetë e njëjtë, ndërkohë që mungesa e sinjalistikës është duke u shoqëruar edhe me grabitjen e mbrojtësve metalike të cilat ndodhen në anë të këtij segmenti rrugor. Drejtuesit e automjeteve shprehen se nga dita në ditë ky fenomen po rritet, e bashkë me të edhe rreziku që shumë prej mjeteve që qarkullojnë në këtë aks të përfundojnë në liçen. Nga shkolla deri në Peshkopi unë bëj këtë rrugë edhe shpesh dhe mungon sinjalistika komplet. Edhe në kthesa, legji kanë vjedh këto mbajtëset që këto janë kryesorët që ne përfundim në liçen, me thënë drejtën, këtu duhen mormosa. Sinjalistikat nga Peshkopia deri në Milot janë prisë, i kanë vjedhur, nuk janë tregu të. Grabitja e elementeve përbërës metalik të këtyre akseve rrugore po shtrihet në gjithë vendin ton, duke dëmtuar jo vetëm akset dytësore, por edhe investimin më të madh në vend, rrugën e Kombit, por që deri tani askush nuk është vënë përpara drejtësisë për këtë vepër penale, duke i hapur rrugë edhe më tej tregtimit të tyre për skrap.